Mirëmbrëma zonja dhe zotrin, do t'jemi së bashku në edicionin qendror të lajmeve në ekranin e kanalit 7, kundër të tjera do të ndiqni. Edi Rama mbledh kandidatët për deputet në Tiranë dhe deklaron në 11 maj marrim 1 milion vota, fokusi i fushatës tek antarësimi evropian. Berisha thot se kryebashkiaku i Tiranës u përgjua në qelim me urdhër të Ulsi Manjës, lideri demokrat ngre shqetësimin për shkeljen e të drejtave të Veliajt. Hidhet shorti për renditjen e forcave politike në fletën e votimit, koalicioni i drejtuar nga Berisha me numrin 1, Partia Socialiste e 5 në radhë. Maqedonia e Veriut në zi kombëtare për tragjedin me 59 viktima, mjekët luftojnë për të shpëtuar të plagosurit, disa prej tyre janë në gjendje kritike. Vjojmë gjërësisht me lajmet, antarësimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian duket se do t'jetë fokusi socialistëve gjatë fushatës për zgjedhjet e 11 majit. Në takimin me kandidatët për deputet të qarkut të Tiranës, kryeministri Edi Rama tha se shqiptarët do din të zgjedhin mes të shkuarës dhe të ardhmes. Të gjithëve. Skuadra e zgjedhur socialiste për garën e 11 majit është skuadra gjithëpërfshirëse për kryesocialistin Edi Rama. U jep të gjithëve mundësinë të zgjedhin. Kemi një skuadër ku të gjitha moshat, të dyja gjinit patjetër, po në mënyrë të posaçme gratë dhe vajzat kanë mundësi të gjejnë veten. Kryeqeverisë bëri bashkë deputete e kandidatë të qarkut Tiranë, pasi ai beson se këtë zgjedhje ka një rëndësi të veçantë. Ne nuk duhet ta humbim të tren dhe ne nuk do ta humbim të tren. Është sot, duke parë të gjitha ndryshimet tektonike që sapo kanë filluar në mbar botën, ekzistenciale që ne jemi brenda në Bashkimin Evropian. Sipas Ramas, Partia Socialiste është e vetmja forcë që i dha frymë drejtësisë. Me vetdijen e plotë që pa këto kosto ky proces është i pa realizueshëm. Me argumentin se Shqipëria do të bëhet si Europa, Rama u kërkoi të vetëve të korrin fitoren e 10 radhazi në 11 maj. Duke filluar nga Tirana, ku qelli duhet jetë kufiri, qelli. Llogaritë aritmetike nuk vlejnë në këto zgjedhje. Në këto zgjedhje vlen një llogari tjetër, llogaria e shqiptarëve me historinë. Kryesocialisti siguroi se fokusi tek BE-ja kthehet tashmë në çështje themelore për fushatën e ardhshme elektorale, duke thumbuar opozitën, dha një tjetër mesazh. Deri dhe ballistët e kanë mundësinë që t'i shmangen rënjes në kënet. Nga lushja gjatë një takimi me mësuesit, Rama foli sërish për platformën sociale TikTok, ku dha dhe afatin përfundimtar të bllokimit të aksesit për rrjetin social. Mbyllja ka filluar. Ditë pas dite gryka e TikTokut do ngushtohet, në 10-15 ditësh normalisht do duhet të jetë blackout. Lideri i opozitës akuzoi ministrin e drejtësisë Ulsi Manja, duke thënë se ka urdhëruar përgjimin e Erion Veliajt. Sali Berisha madje u shpreh shqetësuar se kryebashkiakut të Tiranës ishin shkelur të drejtat në qelinë e paraburgimit të Durrësit. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha zbatoi urdhrin e gjykatës duke u paraqitur në SPAK. Si çdo herë tjetër, ai sulmoi institucionin e posaçëm, por këtë herë duke i dalë në mbrojtje Erion Veliajt dhe duke deklaruar se në fakt ishte ministri i drejtësisë Ulsi Manja ai që e futi në kurth. I ka shkuar natën si mik, duke u lëpir e stërlpir Erion Velis dhe ka urdhëruar vendosjen e çimkave në të gjitha mjediset. Uluziu pra është pjesë e këtij kurthi. Sipas Berishës, Veliajt janë shkelur të drejtat. Erion Veliaj është regjistruar edhe duke folur në telefon fiks, edhe duke fjetur në shtratin e tij, edhe duke ulur në tovolinë. Ate e kishin mbushur me sa duket me çimka në të gjitha anët. Po, çdo i burgosur apo i para burgosur përsëri ka të drejtat e tij.
Dhe përdorimi i kurtheve të vjetra, t'i qosh uluziu për t'i dhanë siguri dhe pastaj të kryesh këto veprime, do të thotë që kalon çdo lloj përmase, është si në tragjedit e vjetra. Berisha akuzohet se vuri shtetin në dispozicion të dhëndrit të tij Marbër Maltezi që ky i fundit të përfitonte në mënyrë të padrejtë tokën e ish kompleksit sportiv Partizani. Të dy akuzohen për korrupsion në bashkëpunim, ndërsa mbi Maltezin rëndon edhe vepra penale e pastrimit të parave. Debatet për 11 maj nuk munguan as në seancën e fundit të parlamentit para zgjedhjeve. Palët ironizuan njëra tjetrën për koalicione dhe emrat e përfshirë në listat e kandidatëve për deputet. Parlamenti zhvilloi mbledhjen e fundit para zgjedhjeve të përgjithshme gjatë seancës ra në sy mungesa e liderëve të partive politike e pjesës më të madhe të deputetëve, të cilët janë fokusuar tashmë tek fushata elektorale, duke treguar se debati në kuvend nuk është më prioritet i klasës politike. Megjithatë, përplasjet mes demokratëve, socialistëve në prag të betejës së 11 majit nuk munguan. Të zëvendësosh disa të rinj me kujtim gjuzin apo me Selemien i Sherin është zgjedhja juaj. Megjithatë, në 11 maj do ta merrni fjalën e të rinjve përmes votës. Shqiptarët që nga sot deri me 11 maj kanë vetëm një numër që do ta artikulojnë në gojën e tyre. Vetëm një numër. Do votojnë numrin 1, Aleancën për Shqipërinë madhështore. Nuk ka për të votuar kush ju. Jo. Pse? Asaj pesës ja ulim një gisht neve. Ne shqiptarët e kemi zakon. Pesës i ulim një gisht. Ju të rejtë vëmendjen ulurin në vend, se s'është as për procedurë kjo, po ju shohin qytetarët, ju shohin fëmijët, ju shohin fëmijët. Nocrokun ju dhe gjitha votat për numrin 1. Në këtë seancë të fundit para zgjedhjeve, kryetarja e Kuvendit Elisa Spiropali vlerësoi punën e të gjithë deputetëve, veçanërisht atyre që nuk do të ulen më në parlament në muajin shtator. Për ju, të dashura kolege e kolegë që nuk keni dëshiruar të vijoni karrierën parlamentare, si dhe për ju që nuk do të mund të rizgjidheni. Ju uroj nga zemra mbarësi dhe vijim të shërbimit tuaj ndaj Shqipërisë në detyra të tjera. Ju keni shërbyer me përkushtim në Kuvendin e Shqipërisë dhe i mungoni komisioneve dhe kësaj salle. Vendimi për të mos mbledhur parlamentin deri në zgjedhje është një vendim që krijon hapësirë deputetëve të punojnë në zonat e tyre elektorale, por Kuvendi qëndron në detyrë deri në datën 9 shtator e pritet që seanca e radhës të jetë në 20 maj, pas zgjedhjeve parlamentare. Koalicioni për Shqipërinë madhështore i drejtuar nga Sali Berisha do të jetë i pari në fletën e votimit, i pasuar nga Lëvizja Bashke e Arlind Qorit, ndërsa Partia Socialiste e Edi Ramës do të renditet e pesta. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka përcaktuar nëpërmjet hedhjes së shortit të renditjen e subjekteve zgjedhore në fletën e votimit për parlamentaret e 11 majit. Partia Socialiste e Shqipërisë. Përfaqësuesit e secilës parti tërhoqën një numër referues, ndërsa listën e udhëheqi i pari, Koalicioni për Shqipërinë Madhështore i Sali Berishës. Partia Socialiste e Edi Ramës do të identifikohet me numrin 5, ndërsa dy koalicionet e tjera, Adriatik Lapaj me numrin 6 dhe ai Enkelej Dalibejait me numrin 9. Partia Aleanca Demokracia e Re do të përmbajë numrin 8 në fletën e votimit. Partia Socialdemokrati do të përmbajë numrin 11 në fletën e votimit. Partia Lëvizja Dheu numrin 3 në fletën e votimit. Partia Lëvizja Bashkë do të përmbajë numrin 2 në fletën e votimit. Koalicioni Euroatlantik do të përmbajë numrin 4 në fletën e votimit. Partia Mundësia do të përmbajë numrin 10. Partia Aleanca Kombëtare Shqiptare do të përmbajë numrin 7 në fletën e votimit. Më herët Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka miratuar të gjitha listat shumëmërore të dorëzuara nga subjektet politike për kandidatët për deputet në garën e 11 majit. KQZ po përgatit fletën e votimit për t'ia shpërndarë afro 250.000 votuesve në diasporë. Në malësitë e Shkodrës janë rikthyer rreshtet e Dëborës. Në aksin Bog Theth ka patur rreshje të dendura gjatë natës dhe mëngjesit të kësaj të hëne. Rikthimi i rreshjeve ka bërë që mjetet borpastruese të nisin punën në terren për të mbajtur rrugët të hapura. Ndërkohë policia këshillon shoferët të përdorin gomat dimrore dhe lëvizja të bëhet me kujdes duke respektuar rregullat e qarkullimit.
Operatorët turistik kundërshtojnë referencat e miratuara nga qeveria për njësit akomoduese në turizëm. Ata shprehen skeptik nëse nisma do të luftojë vërtet informalitetin në këtë sektor. Referencat që do të aplikohen për strukturat akomoduese duke filluar nga ky sezon turistik. Sipas vendimit, niveli minimal i shfrytëzimit të njësive akomoduese është 65% gjatë pranverë-verës dhe 30% gjatë muajve të tjerë të vitit. Por grupet e interesit e kundërshtojnë caktimin e referencës, duke shpjeguar se informaliteti i industrisë nuk luftohet kështu. Ti ke vendosur një sistem self-care që kontrollon në moment prodhimin e faturave. Ke një detyrim ligjor nga BE-ja që nga viti 2019, ligji Elan, që detyron motorët e shitjes të informojnë bashkit apo zyrat e tatimeve për të gjithë xhiron e apartamenteve apo vilave që kalon nëpërmjet tyre subjekteve që ti nuk shet dot, po tjesë nuk do jesh i publikuar në këto motor shitjes sot. Pra është më e thjesht për ta kapur problemin në këtë lloj forme. Për të formalizuar çdo strukturë akomoduese dhe për të vjelë më pas detyrimin tatimor prej tyre, sipërmarrësit e turizmit sugjerojnë gjurmëshmërinë e çdo veprimi që kryhet online. Nuk besoj se do zgjidhi gjë, sepse bëhet fjalë për një të pesën apo një të gjashtën e kapacitete akomoduese që janë hotele. Dhe duhet kuptojmë që janë 2000 hotele me 30 shtretër mesatarisht në Shqipëri. Pra, 80% hotele janë bizneset vejën me 20 deri në 30 dhoma, të cilët kanë menaxhim familjar. Jo të gjithë mundet që 5 muaj të vitit ta kenë 65% të zënë. Nuk bëhet fjalë për korrikun dhe gushtin, që sigurisht do jenë të zënë. Vendosjen e referencës në industrinë e turizmit e paralajmëroi kryeministri Edi Rama në tetor të vitit 2023, duke ngritur shqetësimin se shpesh hotelet dhe apartamentet nëndeklaronin numrin e dhomave të rezervuara dhe çmimet e tyre, e përpasoj paguanin më pak detyrim tatimor. Rrjetet sociale, sipas ekspertëve, mund të kthehen në burim rreziku nga mënyra se si përdoren, duke ju referuar mbylljes së TikTok. Ata thonë se vendosja e filtrave është një hap që duhet përshëndetur. Vendimi për mbylljen e TikTokut në Shqipëri ka shkaktuar reagime të shumta, duke ndarë përdoruesit në dy kampe. Disa e shohin atë si një masë të nevojshme, ndërsa të tjerë e konsiderojnë një kufizim të panevojshëm. Sipas ekspertes IT, Denisa Kele, problemi nuk është vetë ekzistenca e TikTokut, por mënyra se si përdoret nga shoqëria. Mediat sociale janë thjesht një pasqyrë e asaj që ne reflektojmë si shoqëri. Dhe ndërkohë e gjithë baza është tek ajo çfarë jemi ne si shoqëri dhe duhet bëjmë pikpyetje shumë të madhe sot. Pse shoqëria jon ka kaq shumë urrejtje dhe pse kjo urrejtje më pas transmetohet dhe transferohet në një media sociale siç është TikToku. Sipas saj, një zgjidhje më efektive do të ishte vendosja e filtrave kufizues në vend të ndalimit të plotë. Patjetër, TikTok ndoshta ka pasur atë rrezikshmërinë më të lartë sepse nuk ka pasur filtra, siç është media sociale e tashme X e Elon Musk. Padyshim, unë mendoj këtë situatë tashmë, nëse vërtet Shqipëria apo qeveria shqiptare është në një bashkëpunim me kompaninë që ka TikTokun, mund edhe mos ta bënin këtë mbylljen totale, mos ta censuronin totalisht TikTokun, por në momentet që edhe përdoruesit do kishin akses, mund të vendosin rregullatorët e tyre. Ndërkohë, përdoruesit po orientohen drejt aplikacioneve alternative, mes tyre edhe Klaper, i cili, sipas ekspertes, mund të jetë edhe më i rrezikshëm. Ajo këshillon të shmanget përdorimi i këtij aplikacioni, pasi njësoj si TikToku ka mungesë filtrash dhe mekanizmash mbrojtës. Ekipet mjekësore po përpiqen të shpëtojnë të plagosurit e tragjedisë së Koçanit në Maqedoninë e Veriut, ku nga zjarri në lokal humbën jetën 59 persona. Ndërsa vendi është në zi kombëtare, autoritetet kanë konfirmuar se janë arrestuar 15 persona, mes të cilëve edhe një ish zyrtare e Ministrisë së Ekonomisë. Maqedonia e Veriut ka nisur periudhën 7 ditore të zisë kombëtare pas tragjedisë me 59 viktima dhe mbi 150 të plagosur në orët e para të së dielës.
E ndërsa heshtja ka pllakosur vendin, të gjitha strukturat janë angazhuar për të shpëtuar jetët e personave që i mbjetuan zjarrit por që ndodhen në spital. Gjatë natës ka vjuar transporti jashtë vendit i shumë pacientëve për trajtime më të specializuara. Mediat kanë bërë të ditur se sot ka ndëruar jetë edhe njëri nga shoferët e ambulancave që ndihmoi personat e lënduar si pasojë e tronditjes së madhe. Ministri i Shëndetësisë Arben Teravari ka bërë një përditësim të situatës. Gjendja e pacientëve që dje ishin të hospitalizuar, të gjithë janë në gjendje relativisht stabile. Fatmirësisht asnjë prej pacientëve të cilët dje ishin hospitalizuar nuk ka pasur ndonjë farë komplikimi. Deri tash në klinikat e Shkupit ka 84 pacientë. Strategjinë e kishim pak e ndryshuar, dhe të gjithë pacientët prej Koçanit dhe Shtipit i morëm këtu, pasi që 51 pacient tashmë janë jashtë vendit. Unë kisha deshur edhe një herë të tregoj se në Turqi janë 9 pacient, në Bullgari 14, në Greci 5, në Serbi 17, në Ungari 2 dhe në Romani 4. Nga ana tjetër, autoritetet përkatëse po vjojnë hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave dhe vënien përpara drejtësisë të personave përgjegjës. Ministria e Brendshme në koordinim me zyrën e prokurorit publik ka thënë se janë 20 persona të dyshuar, 15 prej të cilëve janë ndaluar nga policia. Mes tyre është djali i pronarit të lokalit të NATO-s, një ish zyrtare e Ministrisë së Ekonomisë e cila dyshohet se ka falsifikuar dokumentet dhe persona të tjerë. Një ditë pas ngjarjes ka dhënë dorëheqjen edhe kryetari i komunës së Koçanit. Zjarri që shkaktoi bilanc lufte në Koçan nisi për shkak të fishek zjarreve që u përdorën për të krijuar ambientin festiv. Mbushja e lokalit për te kapaciteteve, infrastruktura e dobët dhe mungesa e sigurisë dyshohet se ishin gjithashtu shkaktar të tragjedisë. Përpara se të shndrohej në një klub nate, ambienti kishte qenë fabrikë qelimësh. Dhe këtu kemi përfunduar me lajmet. Unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë mirupafshim.